A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah Allahu subhanahu wa taala. Dhe salavat dhe salam për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij të ndershme, me shokët e tij besnik dhe me gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Dhe sot dashur, sot e kemi ligjatën e tretë me komentimin e librit Mjete të përshtatshme për një jetë të rahatshme. Autori deri tash i ka përmend 3 arsye se si me arrit deri tek lumturia. Aja para ishte, më thonë, besimi dhe imani. Janë sende që edhe shumë gjanë e gatë foli autori dhe kësaj pike. Kush ka iman edhe veprat mira, të kish shpresot më shumë të më pas lumturi. Kjo është arsyeja e parë që ka përmend autori në këtë libër. Arsyeja e dytë e përmendi në ligjatën e dytë dhe tretë, në ligjatën e dytë ka përmendën bamirësia ndaj njerëzve. Nëse i bën njerëzve mirë, kjo mirësi kthehet me lumturi. Edhe gjithashtu e tretë e përmendi autori preokupimi i zemrës me gjëra të dobishme. Nëse angazhon veten me sene të dobishme, shpresohet të jesh më i lumtur. Nëse shumica e njerëzve pasojat e mos lumturisë vjen prej kohës së lirë. Kur je bosh, çatëherë më thonë vjen edhe sulmimet e shejtanit. Kështu që njeriu më thonë nuk bëhet i lumtur nëse ka më thonë kohë të lirë, nuk është i angazhuar. Këta ishin ato 3 arsye që u përmend deri në ligjatën e dytë. Sot i kemi 3 arsye tjera. Edhe shumë interesant, më thonë autori vazhdon me përmendën arsyeja e 4 që e kemi për sonte është angazhimi me të tashmen. Është një ndër arsyet e lumturisë. Çka i bie kjo? Njeriu është mund me thonë mes 3 kohëve. Koha e kalume, koha e ardhme edhe koha e tashme. Më thonë njeriu është mes 3 kohëve. Nëse më thonë njeriu nalet shumë te e kalumja, e ka plan mërzia. Po nëse njëri nalet shumë të ardhmja, si të ndodhe me mu, çfarë të ndodhe, si të ndodhe, a gjithashtu e kapin brengat, është me gjuna arabe, po nëse njëri mirë me kone tashme, sot çka i të bo, sot çka ke bo për Allah, obligime që i ki sot, e nëse mirës me obligimet e tuja që janë të kohës, do t'jesh me i lumëtër. Dhe kërësh mërzia vim për këtire 2 anëve, ose vim për të kalumës, duke unarë shumë meditime thella rreth kalumës, ose meditime më thonë thella rreth asaj që ka marrë. Kurse njeriu është ajo kaluam ka kaluam, s'kthehet. E ardhmja Allah le makin ai mi gjallë me emrije, kështu që muslimani e ka në dorë, e ka tashmën. E autori thotë, gjë tjetër që ndikon në largimin e ankthit dhe frikës është edhe angazhimi me të tashmën. Nëse mirësh me tashmën, kjo është një ndër shkaqet që largon brengat, mërzijen, ankthin. Thotë autori, duke shmangur preokupimin për të ardhmen, por edhe pikëllimin për të kaluarën, ato dia që i thash. Me çka argumenton autori këtë ide? Thotë, për këtë shkak Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kërkonte mbrojtje e Allahut kundër brengës dhe mërzisë. Është një dua, kjo dua është më thonë në Buhari dhe Muslim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Enesi, e bënte një dua për kur e ka plonte mërzia. Çdo është ai duaja, e keni edhe të mburoj muslimanit, është duaja kështu. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Ham janë brengat që kanë marrë. Al-hazan janë mërzit e kalushmës. Për Allahut selam, më thon ka bëu dua që Zoti më largu prej këtyre 2 mërzive. Për mërzi që është e kaluar dhe për asaj që do të vjen. E çka i bie kjo? Kjo i bie mirë me tashmën. Me fjalë tjera, më thon bën dua, lutë Zotit që me të largu pi problemeve të kalushmës edhe të ardhmës. Kjo i bie që ti mirë me tashmën. Vazhdon autori thotë, mërzia ndodh për shkak të gjërave të së kaluarës, çka që e thash. Zakonisht aty ndodhi. I mendon do probleme, do humbje në biznes, dikush që të ka dekën, edhe kjo vjen mërzia. Ka plan mërzia. Mos do të më marr me tashmën. Që tashmën nuk mund të kthehet ose të zbehet, më thonë. Vazhdon autori thotë, kurse brenga ndodh për shkak të frikës prej të ardhmës. Si thash, hemi ndodh për shkak problemeve, galeve, idejeve që i ki të ardhmën, a thu si të ka mes biznisi, a thua mos po des, a thua mos po ndodh kjo, mos po ndodh ajo. Nëse shumë thellohesh në të ardhmën, kjo ka me shkaku, më thonë, mërzia, brenga. Kështu që për të dia pejgamberi sa ka kërkuar mbrojtje. Kështu thotë njeriu duhet të merret me të sotmën. Ajo që është në dorë e ki të sotmën. Gjithashtu thotë në të sotmën të tanishmën, të angazhohet që të përfitojë nga e sotmja, sepse kjo e motivon shpirtin për të mbaruar punët. A e keni vërejtë, më thonë,
në kur e ke një punë gëzohesh. E ke një rezultat, e ke arrit një qëllim. Por kjo nuk bëhet vetëm se kohën e tashme. Punë zakonisht kur krijon kohën e tashme. Të ardhmen ka kalu, e ardhmës dita vjen, kur njeriu nëse mundohet mi kry punë të ditës ditore, kjo do të jetë më e lumtur. Ulemat kanë thonën wadhifatul waqt, e përmendin ndryshe. Do të thonë detyrat e kohës, ose Ibn Qayyim i thot wajibul waqt. Wajibu që i ke në kohë. Shembull, më ka ndodhur një rast ditën e xhumë, unë isha të lexu hutbën, edhe njëri prej xhamatit lexoi Kur'an. Thash, koha është e leximit të Kur'anit apo ndëgjimit të hutbës? Wajibul waqt, koha talib që ti më ndëgjoj hutbën. Kjo është detyra e kohës. E jo më marti me lexim, ose lexim Kur'anit shumë sevape, ka shpërblime në dinë vlerën e leximit të Kur'anit, po nuk e ka vënin. E çka është, më thon, ideja, më thon, mirë me obligimet e tua që ti lip koha. Nëse mirësh me ata, do të jesh, më thon, më i lumtur. Thot autori, sikur që është një lloj ngushëllimi për mbrengën e mërzin, kur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam bën ndonjë lutje, këtu po shpjegon hadithin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po bën ndonjë lutje apo nxit umbeçit dhe thot atë ai krahas mbështetjes në Allah dhe shpresës në mirësitë e tij kërkon që të jemi të vendosur në realizimin e kërkesës në së parashtruar në lutje. Ktu është ka marrë me një hadith, ka filluar me shpjegoj hadithin. Pak më vonë ka marrë hadithi, po thot autori, e ta më morën vesh që më marr me tashmën. Çish më rastash, e para ke ish vullnet për punë të mira. Kjo e para. Më morën vesh që më marr me tashmën. Tashmë unë duhet më marr me gjëra të dobishme, se edhe tashmja ka sende të dobishme, ka sende jo dobishme. E tashmë do të marr me sende e dyta, më mbështet Allahut, edhe e treta çka, mos më dobësu. Gjithashtu është me një dua, pejgamberi ka thonë Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz. O Zot të kërkoj mbrojtje prej ti, të më ruaj nga dobësia. Temi dopt ndaj realizimit të veprave. E di se çka është e vërteta, por e keni çfarë dobësie. Sepse më merr godimin me realizu. E kjo është dobësia. Pejgamberi ka bërë dua që Allah me e largu pikësar. Kjo për shkak se thot duaja vjen paralel me veprën. Sa vazhdon autori thot besimtari angazhohet për atë që i bën dobi në fe dhe në dunja. Andaj e lut Allahun subhanahu wa taala që qëllimin e tij të ketë sukses dhe Allahu ta ndihmon në këtë drejtim. Shtash vjen ajo duan që ka përmendur autori. Kësaj thot na mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e shënuar nga Muslimi, e përmend atë hadithin që deri tash ju thash ato 3 pika që duhet pas parasysh. Thash në kohën e tashme, ç'ish më anis veprës, e para ka thënë selam ihris ala ma yanfa'uk. Ka thënë selam je kurështar ndaj asaj që të bën dobi. Ihres ka thonë ulemaja i bën më thon banu merak. Ke kujdes, mirë me ata që janë më të mirë për ti. Ihris ala ma yanfa'uk. Kjo e para. Kohën e tashme do të më marr me ato që janë më të dobishme. Tjetra çka? Wasta'in billah. Kërkon mbrojtje prej Zotit. E dyta. Çka tjetër? Wala ta'jaz, edhe mos je i dobët. Kjo është më thonë që na ka mësuar Islam. Kohën e tashme kemi parasysh 3 pika. Mirë me ato që është e dobishme. E dita i mbështet me Allahut, edhe e treta më thonë nuk duhet të jemi të dobët. Vazhdon hadithi ka thënë selam wa idha asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allahu ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amal ash-shaytan. Vazhdon hadithi ka thënë wa idha asabaka shay'un nëse të godet ndonjë sprov fala taqul mos thuaj çu ta kisha bë kët nuk do të ndodhte këtë tjetra. Po çka më thon muslimoni walakin qul qaddarullahu ma sha'a fa'al. Thuaj qaderi i Zotit çka ka dash ai ka bë. Dhe vazhdon fa inna law taftahu min ash-shaytan, dhe gjasë do thot mos thuaj sikur. Se fjala sikur thot më e hap derën e shejtanit. Pra shikoj te hadithi, çka do të ka marrë dhe sqarimi i këtij autorit, i kemi dy sende. E para e kemi atë metodën se si me punu tash, edhe kena mësimin nëse na ndodh diçka që nuk na vjen neve mirë, si me reagu. Për dy mësime kemi të këtij hadithi. Vazhdon ato i thot pejgamberi sallallahu në këtë hadith, çështën e ka përmbledhur ndërmjet kurreshtjes në përvetësimin e gjërave të dobishme, e para, mu marr me sen dobishme. Mbështetjen në Allahun dhe në mos nënshtrimin ndaj dobësisë, mos u nënshto dobësisë, mos thuaj asnjëherë vallahi se ne bëj, smuj. Jam i dob, s'po merr mendja, më thon bani i fort. Më thon.
duke u mbështetur Allahut e duke synuar që është më e dobishme. Kjo më. Imazhet të cilën janë dembelia dhe përtaciet e dëmshme, më nga se thotë përtacia, dembelia janë sifate nuk janë besimtarit. Bile Allahu në Kur'an fol edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për hadithe ka përmend fjalë të këqija për ata të cilët janë përtac, sidomos në vepra të mira. Sidomos në disa vepra pejgamberi sallallahu ka përmendën përtacia nuk është cilësia e muslimanit. Vazhdon në edhe në shtimin ndaj të kaluara dhe vëzhgimit të taktimin Allah. Këto hadithe i kemi dy sens, si thash. E kena parën çka më vepru dhe e dyta çish më reagu në raste të këqija. Thot autori, gjërat ndahen në dy pjesë. Çfarë pendon hadithin dy pjesë. Në pjesën e parë thot hyn gjërat që për largimin e të cilave ose një pjesë e tyre, qoftë si përvetësimin, nëse janë të mira, qoftë si largimin dhe lehtësimin, nëse janë të liga dhe të dëmshme. Mund të angazhohet njeriu për këto gjëra robi duhet të angazhuar personalisht dhe duhet të mbështetur edhe në Zotin e tij. Pra atë që e thash deri tash, më thonë muslimani kohën e tashme mirët me këta tre sende. Mirët me sende dobishme, mbështetet Allahut edhe nuk tregon i dopt. Nga ana tjetër, e dyta thot, pjesa tjetër ka të bëjë me gjërat në përcaktime të cilave njeriu nuk ka asnjë ndikim. Do të ndërtje bën planin, e synon më të mirën, mbështetet se Allahut, po del diçka tjetër. Caktimi i Allahut. E si merr në këtë rast, thot, këto janë gjërat të cilat robi e gjen qetësinë, pajtohet me to, e unështohet atyre dhe kjo sigurisht se është shkak për ta gjetur kënaqësinë për të larguar brengat dhe pikëllimin. Pra muslimoni nuk thot lav, sikur kish ndodhur kjo, sikur mos ja dor pidere, s'kish më ndodhur ndeshja ose diçka tjetër, më duhet me çel derën e shejtanit. Kjo është më. Kjo është sa i përket meselës mu angazhu me tashmen. Kjo është një ndër pikat autori përmend që këtu e gjemi lumturinë, se angazhohemi me të tashmen. Kjo është më thonë arsyeja e 4. Arsyeja e 5 me radhë, autori përmend një arsye tjetër, që është kjo një temë shumë e njohur mesin ton, është përmendja e Allahut dhikri. Me bë dhikr, me bë më thonë tesbih Zotin subhanahu wa taala, është një ndër shkaqet që Allah më thonë e largon brengën. Thot autori, përmendja e Allahut dhikri është një ndër shkaqet kryesore që zemrën ja sjell kënaqësinë. Më thonë, zemra si sjell kënaqësi përmendja e Zotit. Dhe e bën të lumtur shpeshtimi i dhikrit, jo vetëm me bë dhikr, por me bë shumë dhikr. Pse shumë dhikr? Nga sa Allahu në Kur'an kur fol për dhikrin thotë ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O që besuat kur bëni dhikr, të përmendni Allahun shumë. E sa është kjo shumë? Ulemat kanë jamëruar me definu këtë ajet, kanë thonë shumë i bie një njeri i cili praktikon ata dhikra që kanë ardhur për hadithe. Sikur dhikri kur dash pi shtëpis, kur ti në shtëpi, kur ti në xhami, kur dash pi xhami, dhikri në mëngjesit, dhikri në mbrëmjes, dhikri më thon kur ta mash rrugën, nëse mundohesh mi praktiku këta dhikra që janë përmendur për hadithe, mund ti je për këtyre njerëzve që Allahun e përmendin shumë. Sikur dhikri pas namazit. Më thon gjithë ato dhikra që kanë ardhur për hadithe, nëse mundohesh mi praktikue, ti inshallah je për këtyre që përmendin Allahun shumë. Pra më thon dhikri i shumt e bën njërin të lumtur. Pastaj me një hadith tjetër ka thënë sallam sabaqa al-mufarridun. Më ka thënë sallam e kanë tajkalu ato të cilët janë të veçantë. E tajkalun, më thënë kufini, arritën grada të larta. Kush janë këta? E pyetën sahabët, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Kush janë këta që të veçantit? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "Adh-dhakiruna Allaha kathiran wadh-dhakirat." Ata burra që përmendin Allahun shumë dhe ata gra që përmendin Zotin shumë. Pra këta janë një gradë të veçantë te Zoti i Pra më thon shpeshtimi i dhikrit është për qëllim këto. Nëse Allahun e përmend shumë, më thon je prej inshallah prej të lumtur. Ka ndikim të jashtëzakonshëm në qetësinë dhe në prehjen shpirtërore e dhikrit. Në njërin anë dhe në largimin e brengave dhe pikëllimin në anën tjetër. Po dhikri ka pasoja të mëdha të mira. E përmend një ajet e autorit thotë Allahu subhanahu wa taala, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Bash thelbi kësaj temës është kjo ajet. Thot Allahu subhanahu wa taala, vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Brengat, zemra nuk e lën qet brengat. A çfarë largon brengën nga zemra? Dhikri. Allah po thotë zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Vazhdon autori thotë përmendja e Allahut ka ndikim të pamohueshëm në jetësimin e qetësisë shpirtërore për shkak të mirësive që i ka. Dhe shpërblimin e shumta që janë, më thonë, në të cilën robi synon të arrijë duke praktikuar atë. Pra më thonë se në munat të dhikri është temë veti. Mund të më fol një sahat edhe ajete, hadithe që flet, më thonë Allahu subhanahu wa taala që na ka treguar për dhikrin,
Desha veç një hadith me përmendën, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka të bëjë me temën mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru kamathali alhayy walmayit. Pra thot shembulli i atij që përmend Zotin dhe atij tjetër që se përmend Allahun, është sikur shembulli i të gjallit me të vdekurin. Me një transmetim tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mathalu albayt alladhi yudhkaru fihi rabb. Thot shembulli një shtëpisë ku përmendet Allahu dhe një shtëpisë tjetër ku s'përmendet Allahu, është sikur një shtëpi e gjallë dhe një shtëpi e vdekur. Pra dhe çka hadithi që përmend tash unë e ndihmon e sqaron temën tonë që dhikri është gjallërim. I largon brengat, i largon mërzijet, e qetson zemrën. E kështu më radh ka thonë njëri prej parëve tonë me Khuli, rahimullah, ka thonë dhikrullahi ta'ala shifaun wa dhikrun nasi dawa. Do thonë përmendja e Allahut është shifa, është shërim për zemrat. Kurse thotë sëmundje kurse përmendja e njerëzve është sëmundje. Pa shikoni më dhe nëse në me shumë ka shumë thënie, por shkurtimisht më dhikri i largon brengat dhe e afron më thonë qetësinë. Kjo ishte më thonë arsyeja e pestë që e tregon autori në një ndër shkaqet e lumturisë. Vazhdojmë te shkaku tjetër me radhë e gjashta. Autori tregon një shkak tjetër interesant, thot shfaqja e mirësive të Zotit. Çka i bie kjo? At-tahadduth bi ni'matillah. Kështu thot autori. Ti përmendesh mirat e Allahut e bie lumturia. Sot njerëzit më kur ti ngojsh veç folin keq. Asnjëherë nuk i shohin mendjat mi përmend mirat e Zotit. Se kur i përmend mirat e Allahut e kupton që më vërtet i kanë i veçantë. Por kur i haron mirat e Zotit ka plana e mërzia. Këtë si më thon at-tahadduth bi ni'matillah është ibadet. Allah këtë meselë ka përmendur në surën Duha, ajetin e fundit thot Allah subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah i thotë me selam dhe umetit dhe nimetet e Allahut fahaddith, fol për ata. Shfaqi ato nimetet e Zotit. Fol banë muhabetin. Nga se kur ja bën muhabetin të mirave të Allahut, kjo ka më të apru më thonë lumturi. Me një hadith tjetër ka thonë men lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Kush nuk është falëndërues për senet vogla, nuk është falëndërues për senet mëdha. Subhanallahu. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kush nuk e falënderon njerëzit, nuk s'ka falënderuar Zotin. Hadith thot at-tahadduthu bi ni'matillahi shukr. Me fol për nimetet e Allahut është shukr. Është më thon falënderim veti. Ti s'ke thonë alhamdulillah, vetëse ki përmendën Allah më ka dhënë çka begati, më ka dhënë atë begati, vetë përmendja e këtyre begative të Zotit, më thon është shukr. Wa tarkuha kufr. Dhe lërja e tyre, mos folja rreth atyre, pra thonë është kufër, është mohim. Subhanallahu. Para mendoni më thon mos përmendja e begative të Allahut është kufër, jo kufri që çet për imanit. Po kufri është për qëllim kufër që është më thon mohimi të mirave të Allahut. Më thon kjo. Vazhdon hadith pastaj ka thonë wal jama'atu rahme, bashkimi është mëshirë, është rahmet. Thot wal firqatu adhab, edhe ndarja, përçamja është më thon azab. Është ndëshkim prej Zotit. Tash edhe nga hadithe e shohim, edhe ajetin e përmenda, edhe hadithe po na mëson që njeriu duhet me fol për nimetin e Allahut. Tregon një rast interesant, Fudel ibn Iyadi bashkë me Sufjan ibn Uyeyna një natë ishin ul bashk. Edhe kishin përmendur deri në sabah begatit e Zotit. Një kishte thënë njëri, kishte rit, Allah më ka dhënë çket, më ka dhënë këtë atë, më thon, tjetri prandaj ka vazhduar, ka thënë Zoti më ka dhënë këta të tjera, të këta të tjera, kështu që më thon, kjo ka qenë traditë e parëve tonë. Më unal dhe më ul dhe më bisedue rreth begatit të Allahut. Mu njëherë e kam dëgjuar një sheh, më thon Medinë, ai thekë unë shpesh me familjen time ulna edhe i përmendin mirat e Zotit. Tha shpesh ndodhen, tha ulna, tha edhe i mbledh fëmijët, edhe i than fëmijëve, sonte për folën për begatinë e syve. Hajde fol diçka për begatinë e syve. Fëmia nis me fol, thot elhamdullah, thot që kemi syt, me këta syt lexojmë, me këta syt thot dalmi jashtë, me këta sy veshmi, me këta, domthon tjetër vazhdon muhabetin, kështu që thot kjo metodë thot e shton domthon lumturinë. Dhe largon brengat, domthon. Ti më vërtet kupton që i veçantë. Edhe nëse ki sprova, se nëse noli mi mat sot janë më shumë as provat të mirat, pa dyshim që janë të mirat janë shumë. Këta si s'mund me shumë të mirat me, më thon, të këqijat me shumë të mirën. Sot janë shumë, më thon. Allah ka thënë në Kur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse përpiqesh ti nëmbrojsh të mirat e Allahut, nuk do të kesh asnjëherë mundësi ti nëmbrojsh ata. Janë shumë, më thon, begatit e Zotit. Duke filluar nga begatit e Islamit, imanit, më thon namazin me xhamat, më thon ligjëratat, më thon gjitha mirësitë, më thon. Po tani mirësitë e dunjos,
sytë e ballit, shëndeti, familja, baba, nona, fëmia, këto begati, kur nash ti mendojsh, këto normal që ta shtojnë lumturi. Vazhdon autori thot, shkak tjetër thot për jetimin e kësaj kënaqësie shpirtërore është edhe shfaqja e mirësive të Allahut. Të dukshme dhe të pak dukshme, nga se mirësitë janë dy lloje. Kemi mirësitë të Allahut që duken, ta ka thënë në shtëpi një herë, po janë do mirësi që s'duken. Ka rujt ndoshta Zoti për shumë smujeve që ke pas mundësi me tra, Allah të ka rujt. Ose për ndonjë devijimi, për ndonjë dyshimi të ka rujt Allah subhanahu për shkak që je devotshëm, për shkak që je i sinqert, Allah të ka rujt për shumë devijime që ndoshta ti nuk i vetëdijshëm. Tamam, mirësitë të Allahut janë dy lloje, ato që duken, i shohim me sy, edhe shumë begati tjera që janë, ne nuk i shohim me sytë tona. Që është grada më e lartë, sepse kjo thot motivon për të falendëruar Allahun, që është grada më e lartë. E tash, nëse ti mendon të mirat e Zotit, ku ta afron kjo? Ta afron tek falënderimi. Po është mirënjohës. Atë fillon kur fol ti të mirat e Zotit, atë po e vren, po e kupton që vallahi unë kam i mangët në falënderim. O desh kam më shtu falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Madje thot edhe nëse njeriu është në gjendje të varfërie, thot sëmundje apo lloj tjetër provash, kjo për shkak se nëse bën një krahasim ndërmjet dhuntive të panumurta që janë dhënë dhe të këqijave që kanë goditur, do të vërejë se dallimi ndërmjet tyre është i madh, andaj nuk do të lejoj që ca të këqija të dominojnë kundër të mirave të shumta. A mund 2, 5 këqija, 10 këqija. Kemi me mia, do të thotë smuna me numëru sa të mira janë. Si mundesh me ta dominue keqja të mirën? Ta dominon nëse i haron. Nëse nuk folën, ta dominon, ajo e keqja të mirët e Zotit subhanallahu. Kjo është më. Madje nëse njeriu gjatë provave bën durim dhe pajtohet me to duke i nështruar Allahut, jo vetëm që do t'i leson për të kaluar po llogaritja në shpërblimin e Allahut për durimin, kashtytyrë dhe pajtimin e saktimin e Allahut do të ndikoj që gjërat e hidhura të kenë thos shije të këndshme. Edhe ajo është e rëndë, provash, ku për shkak durimit edhe duke menduar që Zoti më ka dhënë shumë të mira, se më ka dhënë një të mirë, një të keqe, e vogël është ka shiket këto të mira. Kjo do të zbut dhimbjen e provës. E zbut kjo dhimbjen e provës. Do të ëmbësia e shpërblimit do të bëj ta harroj thot shijen e hidhimit të provës. Subhanallahu. E tash autori e përmend një send interesant. Ne shohim begatitë e Allahut, ne thamë përmend begatitë e Zotit. Po filoni ka më shumë sune, si na shkojnë sa herë të tjerë. Filoni ka kerë më të mirë, shtëpi më të mirë, tjetri më thon ka pozitë më të madhe, sa na mitin sytë të tjerë. Një ndër forma të tjera se si me afu lumturisë është me shikoj njerëz që janë më poshtë se ne në çështje të dunjos. Me shikoj ata që janë më fuqara se ne. Në çështje të dunjos. Kurse në çështje të fejes, me shikoj ata që janë më të mirë se ne. Sa ato e bën një hadith, thotë si mjet i dobishëm në këtë aspekt, thotë mund ta aplikohet edhe ai që dërguari sallallahu alajhi wasallam ka përmendur në një hadith ku thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë undhuru ila man huwa asfala minkum. Ka thënë sa shikoni ata që janë më poshtë se ju. Në çka? Në çështjet e dunjas. Shikoni ata që janë më poshtë se ju. Vazhdon hadithi thotë wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Mos shikoni ata që janë më lart se ju. Pra kjo është një ndër format. E kena përmend në fillim ku kena filluar me këtë libër, kena përmend që një ndër format e lumturisë është me eduku veten, praktik. Një ndër format e praktikës më ardhur te lumturia është ne me pas shikim. Në punë të dunjos me shikues ata që më poshtë. Sa nëse e praktikon këtë mjet, këtë të lumturisë, inshallah me lëndë kimë arritë. Po nëse e haron këtë mjet, që na ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të që kish vërtet më drejt tek lumturia. Edhe vazhdon hadithin ka thënë sa fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'mat Allah aleikum, thotë sepse kjo është më e ndeshme që të mos përbuzni mirësitë e Allahut ndaj jush. Nëse i shikon kështu ne, do të jesh më falëndërues, do të jesh më mirënjohës. Qase gjithmonë kemi thonë alhamdulillah. Më shpesh me shkute me vizitë të smuntit. Ato më fukarat, me lejt me këta njerëz. Më thon kur të rish me këta, kemi vërej se ti me vërtet i veçantë. Allah të pas ka gradu me do begati që si pas ka ki personi që kanë përballë. Edhe kemi thonë alhamdulillah dhe kështu që kemi qenë më thonë i lumtur. Këtë mësim, a kemi në Koran, a dinë se Allah për mësam i thotë mos i shiko pasurinë e mushrikëve të Mekës. Mos i asë sytë. Është përmend surën Taha, ajetin 131,
Allah i thot pejgamberit sallallahu i thot wala tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahrata al-hayat ad-dunya. I thot o Muhammed, mos i shlos syt ka begati që i kanë mushrikët e Mekës. Ose vetëm mushrikët e Mekës kanë pas pasuri, kanë pas ato gra, kanë pas të ardhura shumë. Këtu pse është ky mësim për pejgamberin alayhis salam? Është edhe për umetin. Mos i shlos syt, nga se mos i shlon syt të begatit e tjerëve, ti s'ke mburat asnjëherë. Kjo ka o dash edhe për pejgamberin sallallahu kjo vërejtje o dash me kanën. Që na ndodh ne sot nena të sprovuam shumë me çështën e internetit, Facebookit Ne e hajna mishin ton, ushqimin ton e kishina hallkë që kanë të hangër. Ku kanë shëtit, ku kanë shku, me kanë porrit. Asnjëherë nuk i dinë tonës mi thon alhamdulillah. Sa ti po tjerë ku janë? Tjerë s'po kënaqen ku me të mbrapa. E kjo na ka pru neve dhe të kemi këtë situatë që nuk kemi mirënjohës. Smuna ndoshta e fillojna bukën dhe e krymi s'na ka shku meja me thon bismillah, edhe me ky alhamdulillah që mend nuk i kemi të ushqimit që kemi përpara. Me duket begatit Zotit, me famëru Allahën, që ka në hadith, Allah ka në një hadith, Allah kënaqet kur robi e shtin një gojë bukës në gojë dhe thot alhamdulillah. Por çdo gojë bukës, ka në një hadith, njeriu preferon dhe sunet me thonë alhamdulillah pas çdo copës bukës që është në gojë. Që do thuhet që kush ka lidh me Sheikh Theminin e kanë vërejtën që pas çdo ushqimi që ka shtin në gojë, e kanë vetë që ka thonë alhamdulillah. Ja personetëve që nuk praktikohet shumë. Është e veçantë kjo, ti më qenë falënderuar dhe Allahut për çdo atë mirësi që ta ka mësuar Zoti subhanuhu teala. Vazhdon autori thot, po që se thot njeriu e praktikon këtë kriter, thot në jetën e tij, do të shohë se ka shëndet më të mirë se shumë robët e Allahut. Do ta kuptoj se ti kanë mashallah. Ti kanë më të mirëve. Ti kanë më shumë të pasë shëndet se sa tjetër, Për shkak që ki pata që janë më poshtë. Thot sikur që ka gjendjen ekonomike më të mirë sa shumë të njerëz, gjithashtu edhe gjendja ekonomike më mirë pas se të tjerët, si e kishin më fukarat. A kupton? Edhe kjo thot mos do ta ndikojë që friga, trishtimi dhe mbrenga të largohen, ndërsa thot gëzimi i tij për faktin se është më i privilegjuar se shumë rob të tjerë, te Allah do të shtohet thot kjo begati, kjo lumturi. Vazhdon ato i thot sa më shumë që të shtohet meditimi i robit në mirësitë e Allahut, që janë të dhëruara, si tash përmend, mirësitë e Allahut janë shumëta. Asa më tepër ti mediton, thot, qofshin të dukshme apo të padukshme, begatitë e Zotit, shpirtore apo materiale, ndihen se Allahu i ka dhënë mirësitë e shumta. S'ka, do të marr përfundim që me të vërtetë Allahu ka graduar. Nëse na është mediton të mirat e Zotit. Aq shumë që janë. Dhe thot i ka larguar të këqija të panumërta, vjedhëmisht kjo e largon thot përkëllimin, duke i sjellë edhe gëzimin. Tu desha me përmend një fjalë që ka thonën Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu anhu, njëri sahabë ka thonën: "Wa man yattabi basarahu fima aydin nasi yatul huznuhu." Ka thonë ky sahabiu. Thot kush i shton syt tek begatitë të tjerëve, thot do t'i shtohet mërzia. Kush i shton syt me përcjell begatinë e tjerëve, thot do t'i shtohet mërzia dhe thot ki: "Wa man dhanna anna ni'mata Allahi fi mat'amihi wa mashrabihi wa malbasihi faqad qalla ilmuhu." Edhe kush mendon se begatia është vetëm Allah me dhon tesha, me dhon me hangë dhe me pirë ta di se thot s'pas ke njohuri, s'pas ke dijeti. Se begatia nuk kufizohet vetëm me veshje, me hajë dhe me pije. Begatia është Allah të ka dhënë shëndet. Ka uzuar më biket këta begati tjera. Gjithashtu më s'bën me kufizu begatinë e Zotit vetëm në veshje. Edhe në ushqim, edhe në disa dukuri të vogla materiale. Muslimani thot begatitë e Allahut i sheh shumë maxhan. Thot wa hadara adabu, kush thot nalet vetëm te begatitë e veshjes, hajës dhe pijes, thot normal që aty thot ka pak dije edhe i vjen dënimi prej Zotit. Çi vjen dënimi? Mërzitet. Se ka kufizuar begatinë e Zotit vetëm në sende materiale. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti na mëson të praktikojmë këta mësime, edhe na bën Zoti për aty që janë të lumtur në këtë dunjë dhe dunjën tjetër. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.